Det, diell, relaks dhe pushime të veçanta. Është plazhi i Tales në Lezhë ai që ofron të gjitha këto mundësi shplodhjeje, çka ka shtuar edhe më shumë fluksin e pushuesve këtë sezon veror. Por kreun e komunës Shënkoll, Fran Frokaj, sezoni si vjetshëm do të jetë i begat, duke u referuar numrit të vizitorëve që sipas tij, së fundmi po merr edhe vëmendjen e pushuesve nga Kosova. Pushuesit kryesisht janë nga zonat veriore të Shqipërisë edhe nga zonat qendrore, por janë me shumicë një pjesë e mirë e tyre janë nga zonat e trevat shqiptare, për shkak të rrugës e cila funksionon shumë mirë. Pra janë nga zona e Kosovës, pushues ditor janë, në fakt vazhdojnë të ngelemi në këto nivele, por për shkak të rrugës që është afër, kjo pjesë me sa duket nuk ka qenë pengesë për këta pushues. Cilësia e ushqimit dhe pastërtia e ambienteve është me të vërtetë e admirueshme. Mungesa e promovimit dhe hotelerisë mbetet shqetësimi kryesor për ta kthyer plazhin e Tales në një turizëm masiv dhe sipas kreut të komunës Shënkoll, Fran Frokaj, këtu duhet përqendrimi dhe vëmendja më e madhe edhe e njësisë vendore që ai drejton. Fakti që nuk ka pushues sezonal do të thotë që mungon akomodimi në nivele të mëdha, pasi rreth në 100-200 shtetër janë të akomodueshëm, por besoj që shumë shpejt do të fillojnë edhe ndërtimi i objekteve, të cilat do të bëjnë mundur pastaj rritjen e pushuesve sezonal. Pak i njohur, por mjaft i frekuentuar plazhi i Tales duket se është mjaft i preferuar për pushime familjare.